Presidenti serb Aleksandar Vučić ka konfirmuar qëndrimin e tij mbi lidhjet e Beogradit me Rusinë dhe Kinën, duke thënë se ai nuk është nxënës në një shkollë fillore, të cilit mund t'i bëjnë leksione. Duke folur në një samit të zgjerimit të BE-s në Bruksel të martën, Vučić kundërshtoi atë që ai e quajti mira dyshime nga shtetet anëtare të BE-s në lidhje me marrëdhëniet e Serbisë. Vendi ballkanik mbetet një nga të pakët në Evropë që ka refuzuar të vendosë sanksione perëndimore kundër Rusisë, duke përmendur lidhjet e saj historike dhe strategjike me vendin, edhe pse kërkon anëtarësim në BE. Nuk mundem dhe nuk do të justifikohem që po flas me dikë, deklaroi udhëheqësi serb. Mendoj se është vërtet budallallëk, dhe për të thënë të vërtetën, nuk jam nxënës në shkollë fillore. Besoj se të gjithë duhet të flasim me njëri tjetrin, shtoi ai. Vučić e bëri të qartë dhe nuk ka ndërmend të ndryshojë qasjen e tij në diplomacisë ndërkombëtare. Lidhur me konfliktin në Ukrainë, ai e pozicionoi veten si një lojtar i vogël duke deklaruar: "Unë jam një djalë i vogël që vi nga një vend i vogël, nuk jap vetes mundësi të ndërhyj në diçka të madhe."